ata nëpërmjet votave kanë euro, fundit e kanë fitimet e tyre. Por për mos me pas njerëz dëshpërum si ti, si ai tjetri. Unë jam super aktiv, dje po ata promovimin e këngës në Albi Mall, po ata një mini koncert 30 minuta, këndoha një 4-5 këngë mia të vjetra dhe këngën e ri Hynesha e Prishtinës. Hynesha e Prishtinës, bukuria jote, ndjek si zjarr. Përshëndetje. Kush ket ju? Kosovajin, po. Kosovajin. Çdo mëngjes, po ta shngoj emisionin tanë që më bëm kënaq. Rënosh, faleminderit shumë i dashur. Zot, çfarë frizurë të mirë kia, bravo. Faleminderit monona. Bravo, shumë, po. Edhe jot jam ka pas pëlqyer ajo me bisteka. Po fshar. Po njerë mi kanë bo bistekat, po. Ajo kanë shumë vajte, po të gjina ndjek. Rënosh. Zoz, jena dëshpëru. Për? Na, si për krahas tot, unë personalisht jam dëshpëru me rjedhen e lojës që ka ndodhë mrena Big Brother. Nashti është kotë se taj që po folmi është me vones, po, unë e Zuzin e një kitë ndryshe. Rënosh, ideja është kjo vlaqko, që thojnë qka e ka buaj nalë të risk për dikon s'ka që e merë. Edhe krejt mu pashu kundër me, nëse ka qenë risk jam unë e kësha këtu. Ku për du me dalë është që? Nëse e shohim tash me merita, meritore, loja, debati, general knowledge, do me thonë njohuri generale, sa dime, përvoja jetës sene, nështë aty, jëmë konë ma i forë se shumica aty. Por, në fund fiton ai që votohet ma shumë ti. Deri sa ka me qenë ky sistem, që me një numër telefoni mundesh me votu vetëm 5 vota, deri këtu jena super mirë. Por nëse kishin mujt me bo edhe online me u votu jo ma shumë se 5, eventualisht 10 vota, kish me pas një farë baraspeshe më të mirë, sepse online sa ki parën kartel mund është me votu.